Ritakojmë bashkë në transmetim të drejt për drejt, nderuar shikues. Jemi në rubrikën Opinion, me në studio është Andi Bushati, analist. Përshëndetje, zoti Bushati, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, zoti Bushati. Përshëndetje. E nisim bisedën tonë me vizitën e kryeministrit Rama në Serbi. Ka patur polemikat shumëta mes Tiranës dhe Prishtinës. Pse kaq sensitivitet për këtë vizitë kryeministrit Rama, duke patur parasysh edhe konferencën që ka patur apo bashkëbisedimin me zotin Vučić në forum? Nga një këndvështrim duket normale, si kur sa herë shqiptar dhe serb takohen, gjithmonë ka diçka për të diskutuar apo diçka për të ngjallur polemika, si që thatë juve. Kështu ka ndodhur edhe në takimin e parë të Ramës në Beograd. Por ajo që më shqetëson mua është racionaliteti apo irracionaliteti i këtij debati. Unë e kam ndjekur me vëmendje dhe kam parë sidomos në shtypin e Prishtinës, në reagimet e kolegëve tam Prishtinë, ka gati një lloj skizofrenie, kam quajtur unë, për të thënë që çdo qëndrim që na vjen nga Shqipëria kur ne diskutojmë me Beogradin është një ndërhyrje e Shqipërisë në politikat e Kosovës. Dhe si të thuash, viktim e kësaj gjëje ka rënë dhe kryeministri shqiptar. Mua nuk më është dukur në fakt asgjë e egzageruar në qëndrimet që Rama ka mbajtur në Beograd. Nuk ka pasur në gjë të egzageruar kur ai i ka thënë serbëve për herë të disatën në sy që duhet ta njohin Kosovën. Nuk ka pasur në gjë të egzageruar kur ai ka folur për bashkëpunim, për të lënë pas ato mëritet kaluara se tjerë e tjerë. I vetmi egzagerim që mund të them unë, ose një gjë që Rama mund ta shmangte, ishte referimi që ai bëri shkrimtarit dhe nobelistit Ivo Andrić, i cili përveç se është një shkrimtar i madh, njihet publikisht që është dhe një nga teoricienët e goditjes apo çfarosjes së shqiptarëve. Shumë shqiptar mund mos kenë probleme me Ivo Andrićin, shumë shqiptar mund të jenë lexues apo admirues të veprave të nobelisti, por një kryeministër duhet të ketë parasysh totalin e asaj që ai përfaqëson, dhe këtu mund të ngjallej në një diskutim. Po përveç kësaj, unë nuk e kuptoj dot të gjithë atë, po them në thonjza, mllefin që është derdhur në Prishtinë. Doli ministri i jashtëm i Kosovës dhe tha s'ka nevojë Tirana të merret me punët e Kosovës, se për sa kohë ne kemi Bashkimin Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dakord, por kjo nuk e pengon Tiranën të thotë mendimin e vet për Shkupin, për Podgoricën apo dhe për Prishtinën, në qoftë se këta e duan kryeministrin apo presidentin e Shqipërisë një njerëz steril. Kush është gjëja që më shqetëson mua në këtë pikë? Në këtë pikë mua më shqetëson sepse besoj që në disa elita të kufizuara të Prishtinës po krijohet një fobi anti-Tiranës, po krijohet një lloj mërie e cila nxitet nga gjoja ajo krijimi një identitetit njeriut kosovar, një identiteti të kombit Kosovës, që për mua është një absurditet, dhe e gjitha kjo pastaj ndjell polemika, dhe këto nuk janë polemika që lidhen vetëm me Ramën. Këto i gjejmë pastaj kur diskutohet për kontaren e futbollit, këto i gjejmë pastaj kur diskutohet për hymnin, për flamurin, e tjera e tjera. Besoj që është një polemik shterp që në thelb të saj shpreh vetëm ndjenjën e inferioritetit dhe kompleksin e atyre që e fryjnë dhe e bymejnë në mënyrë të parasysh. Në fakt, tu doja të kapje të që nuk është vetëm me vizitën e Ramës. Në artikujt që vazhdojnë edhe sot, për shembull në shtypin e Prishtinës, siç vazhdojnë edhe në shtypin tonë, diskutohet një të çështje, flitet për elitat e Tiranës, elitat e Shqipërisë dhe Kosovën. Pra, duke thënë pikërisht që kosovarët, është një artikull i Lumir Abdigjikut, nuk duhet të ndjenë inferior, se pavarësisht se ngjyrat e shqiptarëve i ka shteti Shqipërisë, pavarësisht nga ngjyrat, Kosova është gjithashtu një shtet shqiptar, njësoj si Shqipëria shtet shqiptar, nuk është Kosova krahin e Shqipërisë, siç u dëgjua të thuaj një frazë këtu, dhe është një farë pra
si të thuash, ndjenje, reagimin ndaj atyre që quhen elita Tiranës që e përdorin bashkimin vetëm për flirt, thuhet këtu, për pastaj... Unë mendoj që në Tiranë nuk ka një dashurit madhe për bashkim. Ka një parti politike minore që flet në emër të kombit, që ka folur për referendume, për bashkim, që ka mbledhur madje dhe firma. Por qëndrimi lavdrueshëm apo jo i forcave kryesore politike në Tiranë ka qenë që destinacioni joni i përbashkët është Brukseli, nëse flitet për bashkim, ne do ta bëjmë kuadër BE-s. Pra, ju tha mos na e prishni kombëtaren, të mbajmë një kombëtare për shembull. Unë besoj që në Tiranë nuk ka ndonjë vullnet të madh për të bashkuar me hir apo me pahir dhe për të bërë, po themin thonë za një Shqipëri më të madhe. Problemi është që ka njerëz që kauzat tilla i përdorin për të shuar problemet reale që ka vendi. Do me thënë, shpeshherë ne kemi parë dhe në Shqipëri, politikanë tanë janë drejtuar lojës të pisët me ndjenjat kombëtare, atëre kur e kanë përdhosur ose kanë degeneruar me politikën e tyre në vend. Kam frikë se njëjta gjë po ndodh tani në Prishtinë. Një pjesë e politikës kosovare, një pjesë e mediave kosovare, po shohin një shtet që po dështon dita ditës. Po shohin një shtet ku njerëzit për ditë më shumë po humbasin besimin te klasa politike, po shohin një shtet që nuk zgjidh dot ashtu si tet ne problemet e korrupsionit, problemet e papunësisë. Dhe kush është gjëja më e lehtë kur do të shmangësh diskursin për këto probleme, është merresh me flamurin, është merresh me himnin, është merresh me flamujt blu në Shkodër apo me flamujt e kuq. Dhe kjo është gjëja që mua më shqetëson dhe po t'i shtojmë kësaj që kjo po perceptohet si një lloj konfrontimi me Tiranën që ata mund ta quajnë qendrën thoni futbollistike, thoni kulturore, thoni politike të shqiptarëve, atëherë kjo merr për masat artificiale të një ndeshjeje të kotë. Dhe këtu mendoj se është problemi kryesor. Është një problem, thash, që vjen nga një pjesë e elitës kosovare dhe nga politika kosovare. Nëse e shikoni, dy nga reagimet më të forta ndaj kryeministrit shqiptar kanë qenë nga ministri i jashtëm, Enver Hoxha, dhe nga ish zëvendësministri i punëve të jashtme, të dy pjesë të strukturave të larta të Partisë Demokratike të Kosovës, të Hashim Thaçit. Pra, duket që ka dhe një frymëzim politik. Unë kam 1 milion e një vrejtje për ato që Edi Rama ka bërë në Shqipëri. Por mua nuk më duket se Edi Rama bëri në i mëkat apo në i gabim në Nish dhe në Beograd. Okej, kalojmë tek tema tjetër pa Ruca, nuk e di nëse ke përshtuar për serim. Do t'i rikthesh e pastaj sërish. Më pas. Referuar zhvillimeve në vend, ajo që shqetëson më tepër zoti Bushati është situata me kanabisin, në një kohë kur del raporti nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me Guardia de Financën se janë asgjësuar 99.8% e parcelave, plantacioneve me hashash janë pikasur dhe janë në videot e policisë, ndërkohë ka vëmendjen maksimale media ndërkombëtare. Në Shqipëri sapo është shfaqur reportazhi nga RAI ku tregojnë parcelat me kanabis, cila është situata për syt e ndërkombëtarëve tek ne. Flitet për një situatë alarmante për drogë, për kanabis që ikën nga Shqipëria dhe shkon në vendet europiane. Edhe kur flasim për ndërkombëtar, është një tabor shumë i madh që ka shumë në ndarje brenda vetes. Kur flasim për ndërkombëtar, mund të flasim për komisionet që monitorojnë policinë shqiptare, për diplomatë e huaj që janë në Tiranë, por unë, nga eksperienca ime, por gjithashtu dhe nga ajo që kemi parë në Shqipëri dhe vende tjera të botës, jam më i prirur para se ti besoj zyrtarëve, ti besoj gazetarëve. Dhe në fakt, po bëhet shqetësimi madh për shumë media prestigjioze ndërkombëtare,
raporti i qeverisë shqiptare me drogën. Dhe kur themi këtë, flasim për media si The Economist, për Huffington Post, Le Matin, AFP, etj. Pra, të gjithë po konfirmojnë një fakt. Shqipëria ka një problem real dhe serioz me trafikun e narkotikëve, me hashashin, me mbjelljen dhe eksportimin e tij. Cili është përballë kësaj reagimi i autoriteteve shqiptare? Është reagimi i njeriut që nuk do ta shohë në sy të vërtetën dhe që nuk pranon realitetin. Ne shpesh e kemi parë që nga kryeministri deri tek ministri i brendshëm të flasin për makinerinë e Baltës, të flasin për mediat e kazanëve, pra sikur e gjithë ajo që po ndodh në kodrat dhe malet tona, që ka një realitet i shpikur mediatik dhe jo një realitet që njerëzit e prekin për ditë. Vetë gazetarë televizionit tuaj kanë qenë teren dhe e kanë parë si është gjendja në teren. Por çfarë na bën të mendojmë kjo diskordancë? Pra, nga njëra anë fjala e zyrtarëve shqiptar dhe nga ana tjetër fjala jo vetëm e gazetarëve vendas, si mua dhe si juve, por dhe e mediave prestigjioze ndërkombëtare. Kjo diskordancë na bën të mendojmë e para që qeveritarët shqiptar nuk duan të përballen, por duan të fshehin problemin. Dhe kur themi këtë, kjo na nxjerr një konkluzion të dytë. Pse duan të fshehin? Unë mbaj mend kur jemi gjetur gjithë bashkë për ngjarjet e 21 janarit. Qëndrimi i parë që ne nuk mund të fajsojmë Sali Berishën për vrasjen. Por qëndrimi ynë ndaj Sali Berishës do jetë mënyra se si ai do sillej ndaj asaj që ka ndodhur. Kur ne pam që ai po mundoi të krijonte alibi, të krijonte teorinë e grushtit shtetit, të prodhonte gënjeshtra, atëherë ne kishim drejtën të arrinim konkluzionin që ai pas ka diçka për të fshehur dhe është fajtor. E njëjta fabul mund të përdoret në mënyrë kalke për të njëjtën ngjarje. Pra derisa duan të prodhojnë qeveritarët e sotëm gënjeshtra për atë që po ndodh me hashashin, ose në rastin më të mirë po duam të japim të gjithë beneficet e mundshme, ata janë të pazotë ta luftojnë, ose në rastin më të keq, ata janë pas tyre. Dhe këto janë dy konkluzionet që mund nxirret nga kjo histori. Unë kam shumë vështirë t'i besoj Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit, përpara se t'i besoj Ekonomistit apo Huffington Post. Apo reportazhi të Rai 3, i cili ju e përmendët në fillim, ishte për mua një realitet shumë i dhimbshëm dhe përballte prokurorin italian me thënjet e ministrit ton të brendshëm dhe e nxirrte zbuluar sa i mirë. Gjithsesi, zoti Fushati, ne po përmendim kryeministrin, sigurisht situata me kanabisin, zoti Rama do të jetë nesër në orën 21 në News 24, i ftuar në studion e hapur në një bisedë me Eni Vasilin. Qëndrojmë edhe pak të kjo. Ne kemi investigime të gjëra, le të themi, të medias dhe dihet shumë në lidhje me hallkat bazike, pra ne dim fermerin dhe punëtorët që shkojnë. Dim pastaj që kjo drogë shkon jashtë, që arrin tek Ndrangheta apo te Santa Corona Unita dhe të tjera, dhe nuk dihet asgjë për këto shtresat e tjera të këtij diagrami. Askush nuk përmend, as opozita, as qeveria, as policia, as prokuroria, dihet shumë pak se çfarë organizimi ka këtu në mes. Është bërë shpesh pyetja ku shkon gjithë parat, pse nuk ndiqen parat në gjithë gjë, ka një konstatimi që ju bëni është i vërtet dhe kjo është një nga gjërat që gjithashtu unë mendoj që i akuzon më tepër zyrtarët shqiptar. I akuzon më tepër zyrtarët shqiptar sepse nëse mbani mend, një nga sukseset më të mëdha të kësaj qeverie është propaganduar goditja e Lazaratit dhe prishja e parcelave me hashash në Lazarat. Por që në atë moment pati zëra që thanë dakor të boçet, po bosat ku janë. Pra, ti nuk mund të bësh një operacion pastrimi dhe nuk mund të
bindësh qytetarët që ti e ke të vërtet luftën kundër narkotikëve, në qoftë se ti nuk lufton trurin e tyre. Dhe ne gjithmonë, ashtu si ju e thatë, kemi një betejë propagandistike, por truri nuk kapet kur. Dhe kjo është dhe një nga arsyet që ai prokurori italian që i përgjigjej Tahirit, linte të kuptoi lidhjet e pushtetarëve shqiptar me trafikantët dhe thoshte një akuzë shumë të rëndë që prej vitit 2013 Shqipëria po bashkëpunon më pak në luftën kundër drogës. Që meriton të analizë në fakt të gjërë, sepse thuaj. Referuar një tjetër temë, zotë Bushati, zhvillimet në parlament, seanca e kësaj të entej që ne lam pas për javë e shkuar, zyrtarizoi, le të themi edhe atë që zoti Blushi kishte vënë një jetë prej kohësh, partinë e tij të re. Kemi dëgjuar shumë, kemi lexuar shumë kohët e fundit për një tjetër alternativë që i duhet shqiptarëve në prag edhe të zgjedhjeve që do të zhvillohen. Si do të shkojë kjo nismë e zotit Blushi bashkuar nga deputetja tjetër e Partisë Socialiste Zonja Afizia apo edhe të tjerë të mundshëm që mund të bashkohen? Sfida është jashtëzakonisht e vështirë. Sfida është jashtëzakonisht e vështirë, jo vetëm për partinë e re të Blushit, po për çdo njeri që do tentonte të atakonte sistemin politik si ne e kemi sot. Dhe unë këtë vështirësi e shoh në 3 drejtime. E para është sepse ne kemi një ligj elektoral i cili gati pamundson daljen në skenë të partive të reja. Ne kemi së dyti një sistem mediatik, fatkeqësisht dhe ne bëjmë pjesë, që e pamundson lulëzimin e partive të reja. Ne jemi gjithë koshient që kur vjen fushata, i gjithë debati përqendrohet në ballafaqimet PD-PS që për mua, të njëjtën gjë pretendon sot dhe Blushi, janë në fakt e njëjta gjë. Mbrojnë të njëjtat biznese, pothuajse kanë bërë të njëjtat gjëra, mbrojnë të njëjtët pronar ndërtues etj. etj. Pra, kjo është e dyta. E treta është financimi. Është krijuar një rreth vicioz i lidhjes së njerëzve të pasur shqiptar, i biznesmenëve shqiptar me partitë e vjetra politike dhe ky rreth vjen, unë ju financoj fushatën, ju kur vinin pushtet më bëni si të thuash favoret që unë dua. Dhe këto 3 element gati e asfiksojnë një iniciativë të re politike. Po t'i shtosh kësaj dhe një problem që ka vetë shoqëria, që shpeshherë zhgënjyer nga nisma të reja, niseni që nga mjafti dhe përfundoni ke kuqezit, pra i ka parë si nisma vetëm për të kapur një cop nga pushteti, po jo për të bërë një frymë të re, e gjitha kjo në një farë mënyre e dënon. Blushi për mua e ka nisur me këmbën e mbar. E ka nisur me këmbën e mbar se ka ditur së pari të denoncoj partinë nga e cila rrjedh dhe ku ka 20 vjet eksperiencë, ka vënë gishtin mbi plag për ato defekte, mëkate ose atë korrupsion galopant që ka Rilindja, por nga ana tjetër nuk ka treguar asnjë kompromis edhe ndaj Partisë Demokratike, duke thënë shpesh dhe në parlament dhe në shkrimë edhe të tjera, që në fakt ju përfaqësoni të njëjtën gjë dhe jeni njësoj. Pra, piketat politike që Blushi ka vendosur deri tani për mua janë të duhurat. Të gjithë faktorët e tjerë politik, shoqëror dhe ekonomik duket sikur për momentin i ka kundër. Megjithatë, këto lëvizje të reja, a janë në fakt të lidhura shumë me masën? Kujtojmë parti tradicionale janë parti që shtrihen me rrënjët e tyre kapilare jo vetëm në Tiranë, por kudo, në përfshatra, në përqytete të tjera. Kujtojmë sfidën e Gjergj Bojaxhiut, u morën vota, por u morën brenda unazës, le të themi. A është kjo një lëvizje që kuptohet më mirë në elitat e jetës politike, sociale, kulturore në Shqipëri? Dhe çfarë impakti ka pastaj? Sepse këtë pyetje së pari unë mendoj që ne që bëjmë këtë profesion duhet ja bëjmë vetes. Në qoftë se Gjergj Bojaxhiu ka diçka të mirë për të thënë dhe ajo nuk arrin deri ke qytetari më i largët i Shqipërisë, ky është problemi jon,
problemi i censurës të pronarëve tanë, është çështja e profesionalizmit tonë. Pra, në qoftë se ne nuk dim të përcjellim një ide të mirë dhe që mund ta quajmë një ide të shëndosh për të mirën tonë të përbashkët, ky nuk është faj vetëm i mbartësit të ides, por dhe i përçuesve të mundshëm të ides. Në këtë pikpamje, prandaj thash, dhe rasti i Bojaxhiut është një rast tipik i asaj se si sistemi unikalbur, por dhe shoqëria jonë skeptike nuk i jep më shumë vend se sa meritojnë disa ideve që mund të meritonin vëmendje. Krijimi i këtyre partive të reja, zoti Vushati, ne flasim për majorancën që mund të tronditet ose jo, apo koalicionin, po vetë opozita, si qëndron? Partia Demokratike më konkretisht. Opozitën e kam parë me skepticizëm, për një gjë, sepse opozita më shumë se sa zgjerimi numerik të koalicioneve, gjithmonë ose teorikisht e ka suksesin tek fryma që përçon. Problemi im me opozitën që po bën Partia Demokratike është problemi me një parti e cila prekupohet më shumë për të mbrojtur të shkuarën, pra bilancin e qeverisjes Berisha, se sa për t'i ngjallur shqiptarëve shpresën për të ardhme. Ju nëse i shikoni antarët e Partisë Demokratike në çdo debat, ata thonë kur ishim ne në qeveri, ne këtë gjë bënim më mirë se ju. Dhe kanë shumë vështirë të thonë që ne shqiptarët na dënuan me 1 milion vota, sepse kemi gabuar për 1, 2, 3, 4, por dhe ju po gaboni njësoj si ne për 2, 3, 4. Pra, problemi i Partisë Demokratike është jo t'ja mbushim mendjen shqiptarëve se ka bërë pak më mirë apo pak më keq se sa Edi Rama. Problemi i saj është sot që t'i krijojë shqiptarëve besim se mund të bëj më mirë se Partia Demokratike e kohës Berishës dhe patjetër më mirë se sa Edi Rama që sot në pushtet. Pa arritur të kapërcej këtë ylber, edhe ajo e ka shumë vështirë të ngjallë shpresa. Prandaj them nuk është çështje numra, është opozita, është çështje fryme. Po shkojmë pra në një palë zgjedhje ku nuk shikoni shumë shpresë. Unë kur shoh skenën politike shqiptare, në fakt nuk kam shumë shpresë dhe kjo është një nga arsyet që prej kohësh nuk votoj. Me që jemi këtu dhe do doja të rikthesh edhe një herë aty ku e nisëm, po jo tek Shqipëri-Kosovë, po pak më gjerë, sepse i situatë e tillë elektorale o pesimiste, po them, shtrihet dhe në vende të tjera fqinje, pavarësisht se ne tentojmë të jemi si ishuj ndaj njëri tjetrit. Maqedoni, situata është shumë agravuar, në Malë të Zi duke sikur s'po ndodhte asgjë, por ato që ndodhen ditën e zgjedhjeve krijuan frikën se ka tensione shumë të forta atje brenda. Në Kosovë gjithashtu ka pak kënaqësi të madhe, në Shqipëri, Serbia disi më ndryshe me majorancë që e ruan fort atë primatin e vet. Ndërkohë që flasim për i tregt përbashkët, për një marsh përbashkët, për një rrugë integrimit përbashkët, kemi gjithashtu këto problemet përbashkëta, të cilat nuk përcillen, duket se nuk dim pothuajse asgjë, asnjëherë për njëri tjetrin. Si e shikoni ndonjëherë Ballkanin perëndimor, siç na quajnë? Ju shkuat pak më gjerë, po duam ta zgjerojmë dhe mund të shkojmë akoma dhe më gjerë. Sepse kriza nuk është vetëm Shqipëri, kriza nuk është vetëm Ballkanin perëndimor, që nga Amerika që ka problemin Trump, që nga Italia ku 5 Stelle, pra fiton bashkitë më të mëdha të vendit, që nga Greqia ku si triumfon Siriza, ka një vënie pikpyetje të sistemit që ka mbjetuar pas luftës ftohtë. Ne natyrisht nuk jemi këtu për të diskutuar çfarë nuk funksionon më me kapitalizmin, me rendin botror e tjerë e tjerë. Kjo është bota ku jetojmë sot dhe kjo ndikon në mënyrë si zgjidhim dhe i shohim problemet sot. Problemeve që na transferohen nga jashtë, ne ç'qëndrime duhet marrim dhe ne ç'pozicione duhet mbajmë. Kush janë sot problemet më të mëdha që po i ngrejnë edhe këto vende për cilat themi, harrova të përmend Spanjën dhe Podemosin. E para është rritja e pabarazisë.
akumulimi i pasurisë në fare pak duar dhe varfërimi i shtresave gjithmonë më të mëdha të popullsisë. Por nëse themi që këtë probleme ka Amerika, nëse themi këtë probleme ka Spanja apo Italia, si duhet ta përballojmë ne shqiptarët një problem të tillë? Me ç'është politika duhet ta përballojmë? Dhe këtu kur ti ndeshesh me një parti e cila ja kërkon votat shqiptarëve pikërisht për të luftuar këto politika pro një barazie më të madhe dhe në terren vepron ndryshe, atëherë ne arrim konkluzionin që ne nuk kemi ditur t'i lexojmë problemet e botës dhe ne drejtohemi nga njerëz të pushtetshëm që vetëm po thellojnë krizën në të cilën jemi. Zoti Pushati, faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit zoti Pushati. Shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare, kthehemi më tej me zhvillime të tjera. Na ndiqni.